I penduari i drejtësisë Nuredin Dumani ka rrëfyer në seancën e radhës ditën e sotme në GKK se si realizoi atentatin ndaj Dorian Shkozës pak para shpërthimit të pandemisë në vitin 2020 në Durrës. Ai tha se Shkozën e kishte shok të ngushtë dhe ishin dhënë 100.000 euro për ta bërë, por nuk ka dhënë motivet. Dumani flet për takimet me Erion Alibeajin, kreun e një prej organizatave kriminale në Elbasan. Me të kishte krijuar edhe aleancën, e rrëfyer në seancat e mëparshme gjyqësore. Në rrëfimin e sotëm doli për herë të parë edhe emri i Florenc Çapjas, një prej krerëve të bandave të Elbasanit, me të njëjtin emër e që tani është i shpallur në kërkim, teksa rezulton se fshihet në Dubai. Dumani tregoi se Çapjas i kishte marrë hua makinën Benz, duke i thënë se i duhej për atentat, por pa i treguar emrin e shënjestrës. I kam treguar Erion Alibeaj që Elio Bitri do ishte gjuajtësi i Dorian Shkozës. Elio Bitri nuk e ka pas takuar Alibeajin më përpara. Florenc Çapja më dha makinën që përdora në vrasjen e Dorian Shkozës. Te bishti i zhurit ma dha. Ja kërkova hua. Ishte një Benz blu i errët ose i zi. Ishte e paxhama të zi. I thash Florenc Çapjas që më duhej makina për atentat, por jo për kë. Ai e pa në televizor ngjarjen kur u gjet makina e djegur. Më shkruajti në aplikacionin Sky CC. Me Çapjan kam folur disa herë në Sky. Për herë të fundit kam folur kur u plagos Ardian Çapja pas kësaj ngjarjeje, tha Dumani. Mëtej ai tregoi edhe rrethanat se si veproi para atentatit në Durrës. Gjysmore para ngjarjes u ula tek një kafe Mevlani, rreth 100 metra nga vendi ku u bë vrasja. Ishte dhe Angelo Avdia aty, por pastaj iku. Nga kafja kur del tek rruga duket servisi i Dorian Shkozës. Servisi nga vendngjarja është rreth 100-200 metra larg. Në krahun e majt është servisi dhe kafja. Shtëpia ime është afër me servisin e Shkozës. Më tha Aslan Plaku që Dorian Shkoza u shkëput për një moment nga servisi. Me Plakun komunikoni me telefon të thjesht. Tek vendi i quajtur Valuta blem 3 telefona. Klevisi ose Aslani i bleu, nuk më kujtohet sakt. 200-300 euro i dhash. Telefonat u ble në mënyrë që të komunikonin për Dorian Shkozën. Me Henrikun për këtë ngjarje flisja në Sky dhe me Elion. Elio dhe Henriku ishin të dy bashk, dëshmoi Dumani.